A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat, selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, referent në Muftinin e Shkupit, Irfan Sulejmani, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Bekir Efendi Alievski, imam në xhamin Haxhi Qazim. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjetëm. Fillimisht zoj rastin që përshëndes për ftesën që ma bët. Zoti inshallah t'ju rujë, t'ju shpërbleje me gjitha të mirat që i ka ai. Amin. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është çlirimi i Mekës. Hoxhë i nderuar, kur dhe si ndodhi çlirimi i Mekës? Ju faleminderit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hamdi dhe falënderimet të plota i takojmë vetëm sa Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë për çdo mirësi dhe begati që na dha dhe që na bëri pjesëtar të fesë islame. Vetmja fe e pranuar tek Allahu xhalla shanuhu. Gjithashtu falenderojmë Allahun e Madh që na mundësoi ta mbrim këtë muaj të bekuar të shenjtë të Ramazanit, këtë muaj të begative, këtë muaj të mëshirës, të faljes, të shpëtimit nga zjarmi i xhehenemit dhe gjithashtu mund ta cilësojmë këtë muaj e ndryshe edhe si muaj të fitores. Përshëndetje t'ia dërgojmë më të dashurit të Allahut në tokë, vulës së pejgamberisë Muhamedit alayhis salam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe gjithë umetit që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Pyetja që shtruat në lidhje me çlirimin e Mekës, librat e historisë dhe biografisë së pejgamberit alayhis salam e shënojnë datën 20 Ramazan ka ndodhur çlirimi i Mekës të vitit të 8 Hijri, pra të vitit të 8 të shpërnguljes së pejgamberit alayhis salam nga Mekka, që do të thotë 8 vite pas shpërnguljes së pejgamberit alayhis salam në Medinetul Munawwara, u çlirua më pas Mekka Mukarrama nga pejgamberi i Allahut me sahabët shokët e tij. Mirë po, si ndodhi ky çlirim? Këtë çlirim e përgatiti paraprakisht marrëveshja e Hudejbijes në vitin 6 Hijri, 2 vite para çlirimit të Mekkës, ku një nga kushtet e kësaj marrëveshje ishte edhe ajo se kush dëshiron që të hynë në aleancë me pejgamberin, pra me Muhammedin alayhis salam, është i lirë, kush dëshiron që të hynë në aleancë me mushrikët e Mekkës, me parin kurejshite, është i lirë. Andaj, duke u bazuar në këtë marrëveshje, disa nga fiset arabe hynën në aleancë me pejgamberin e Zotit, disa nga fiset tjera arabe hynën në aleancë me mushrikët e Mekkës. Prej më të njohurave të asaj kohe ishin fisi Huza'a që hyri në aleancë me pejgamberin e Zotit me muslimanët në Medinë, dhe fisi Banu Bekr që hyri në aleancë me mushrikët e Mekkës, pra me kurejshitët. Këto dy fise, qysh në xahiliet, pra para se të vinte shpallë e Islami, ishin në armiqësi dhe kjo armiqësi nuk u ndalua dhe vazhdonte deri në ditën kur do të ndodhte kjo gjakëderdhja pikërisht para çlirimit të Mekkës. Kur e kuptuan këtë fisi Banu Bekr se fisi i Huza'as së bashku me pejgamberin alayhis salam se aleat fituan koron sukses në luftën e Mu'tes kundrejt të romakëve, atëherë duke u friguar se atyre do të vijë radha, vendosën që ta zhdukin këtë fis së bashku me fisin kurejshit. Dhe duke kërkuar ndihmë nga kurejshitët, armë, njerëz dhe kështu me radh, vendosën që ti likvidojnë gjithë të njerëz të fisit Huza'a.
Mirë po njëri prej tyre falë Zotit shpëtoi dhe arriti që të hik nga Mekka për ta informuar dhe lajmëruar pejgamberin e Zotit si alat i këtij fisi që t'ju ndihmoj. Me të arritur ky njeriu i fisit Huza në Medinë e lajmëroi pejgamberin e Zotit dhe pejgamberi alayhis salam paraprakisht ishte i informuar për këtë ndodhi që ndodhi në Mekë, sepse kjo gjakderdhje ndodhi pikërisht në oborrin e Qabes, që edhe në xhahilit ka qenë ndaluar të derdhej gjaku në atë vend, mirë po e thyen marrëveshjen në Kurejshitët së bashku me fisin Banu Bekr dhe derdhën gjakun e këtyre banorëve, këtyre njerëzve të këtij fisi. Më pas, kur e morën vesh mushrikët e Mekkës se një banor i fisit Huza ka informuar pejgamberin e Zotit, atëherë vendosën që ta ripërtrin marrëveshjen me pejgamberin e Zotit dhe me muslimanët në Medinë, dhe në këtë mënyrë e dërguan Ebu Sufjanin si përfaqësues që ta ripërtri marrëveshjen e Hudejbjes. Nga shkaku se Ebu Sufjani në atë marrëveshje nuk kishte qenë prezent dhe ai e mori përsipër këtë detyrë, duke thënë se nëse nuk kuptohet që është bërë gjakderdhja nga ana janë dhe ne kur ta bëjmë marrëveshjen e re tani me Muhammedin, më pas, kur t'i vije informata Muhammedit që është bërë gjakderdhja, atëherë do t'i ndalohet me marrëveshjen e re hakmarrja. Ky ishte synimi i Ebu Sufjanit kur nisi për në Medinë për ta bërë marrëveshjen e re. Mirë po, pejgamberi alayhis salam, ashtu siç treguam pak më herët, se ishte informuar paraprakisht. Dhe kur e pa Ebu Sufjanin se është duke ardhur për ta ripërtrirë marrëveshjen e Hudejbjes, i informoi sahabët që kishte përreth, duke jo bërë me dije se Ebu Sufjani ka ardhur për të ripërtrirë marrëveshjen e Hudejbjes. Dhe në bisedim që bëri me pejgamberin, Ebu Sufjani kërkoi një gjë të tillë, mirë po pejgamberi i Zotit, duke mos i bërë me dije se ka informata në lidhje për atë që kishte ndodhur, e pyeti: "O Ebu Sufjan, a mos ka ngjarë diçka e re që ne nuk e dim?" Ebu Sufjani refuzoi, e mohoi këtë fjalë të pejgamberit. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "Pasi nuk ka diçka të re, nuk kemi nevojë për ta ripërtrirë marrëveshjen, ne do të rim besnik asaj që ja kemi dhënë fjalën para 2 viteve." Dhe Ebu Sufjani, kur e pa që dështoi plani i tij që kishte planifikuar qysh në Mekë, u kthye me disfat nga Medinja, pa realizuar atë plan që kishte në kokë, dhe i informoi banorët e Mekkës se nuk u arrit një marrëveshje e re. Pejgamberi alayhis salam, me të dalur Ebu Sufjani nga Medinja, i dha urdhër muslimanëve dhe ushtrisë që të përgatiten, mirë po nuk ju tregoi se për ku do të nisen. Këtë informatë kishte vetëm se gruaja e pejgamberit, nëna Jona Hazreti Aisha. Dhe ajo e mbajti sekret një informatë të tillë dhe nuk ja tregoi as babait të tij Ebu Bekrit. Ushtria me pejgamberin sa pra sahabët dhe gjithë fiset që ishin alat me pejgamberin e Zotit dolën nga Medinja e ndritur drejt Mekkës së bekuar për ta çliruar atë. Dhe me të arritur, pejgamberi Allahu xhalleshanuhu zbashku me sahabët në një vend të atëherë u takuan përsëri me Ebu Sufjanin. Mirë po, para se takohej me Ebu Sufjanin, ndodhi një ngjarje interesante që ishte duke qenë ushtria e pejgamberit zbashku me të në Medinë. Një prej sahabëve, kur e kuptoi se ushtria muslimane po niset drejt Mekkës, shfrytzoi rastin dhe e informoi ushtrinë me kase pra parin kurejshite se Muhamedi me ushtrinë e tij është duke ardhur për ta marrur Mekkën. Dhe ja dha këtë letër një gruaje, duke i thënë, duke porositur, fshehe këtë letër mos e dorëzo askujt përpos se Ebu Sufjanit. Dhe kjo gruaja nisi rrugën, mirë po pejgamberi i Zotit u informua nga Xhibrili alayhis salam për një gjë të tillë dhe ngarkoi me këtë detyrë Hazreti Aliun dhe Zubairin që ta ndalojnë atë grua para se të mrinë në Mekë dhe t'ja marrin atë letër. Aliu radhiyallahu anhu bashkë me Zubairin rrugës 12 mile larg Medinës, vetë se ishte larguar ajo gruaja për në Mekë, e ndalën atë grua dhe i thanë duke e kërcënuar, ose na jep letrën
ose do t'i heqim ragët, teshat që i ke në trup. Atëherë ajo gruaja kur e pa se Aliu radhiyallahu anhu ishte i vendosur për një gjë të tillë, pse në fillim refuzonte se e kishte atë letrën me vete, u detyrua t'ja dorëzon letrën duke nxjerrur nga flokët që e kishte fshehur. Dhe u kthyen së bashku me atë letër te pejgamberi i Zotit. Pejgamberi Allahut e pyeti këtë sahabi të nderuar Khatib ibn Belta se pse kishte vepruar një gjë të tillë. Atëherë ai sahabi i tha pejgamberit të Zotit: "Ja Rasul Allah, unë në Mekke nuk kam kush që të më mbron familjen, andaj duke menduar se t'ja u bëj një gjest Kurejshitëve, do t'i dalin zot familjes sime." Për atë e bëra një gjë të tillë. Përndryshe unë jam musliman, nuk e kam ndruar fen, asnjëherë nuk mendoj që ta ndroj. Duke marrë parasysh se është një sahabi që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, pejgamberi i Zotit ja fali këtë vepër që kishte bërë, që ndoshta dikujt tjetër nuk do t'i ishte falur. Ushtria me pejgamberin alayhis salam së bashku me sahabat hyrën në Mekke me ndihmën dhe lejen e Zotit, dhe në fund pejgamberi i Zotit e urdhëroi Bilalin radhiyallahu anhu që të hyjë mbi Ka'ben e bekuar për ta thirrur ezanin. Ky Bilal, ky sahabi që dikur në për ato rrugë të Mekkes është torturuar, është keq trajtuar, sot erdhi dita, erdhi momenti që ai të hyjë mbi Ka'be. Për të cilën kur e pan disa nga jo besimtarët Mekkas, mushrik, than: "Mirë që pas ka ndruar jeti Zoti i këtij zezaku, sepse po ta shihte do të vdiste." Mirë po, kjo na jep neve një mesazh tjetër se nëse i besojmë Allahu xhalleshanuhu fuqishëm, i mbështetemi vetëm atij si Zot, atëherë Allahu xhalleshanuhu na mundson që të hyjmë edhe mbi Ka'be me lejen e tij. Hoxhë nderuar, Allah ju shpëlbeft inshallah. Çfarë mësime duhet të nxjerrim nga kjo ndodhi, hoxhë nderuar? Mësimi kryesor që mund ta nxjerrim nga kjo ngjarje, nga kjo ndodhi e madhe, është ajo që cek vet Allahu xhalleshanuhu në Kur'an, në një ajet kuranor: Bismillahirrahmanirrahim, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, që kuptimi i këtij ajeti është: erdhi e vërteta, u zhduk e kota, e padyshim e kota ka qenë e zhdukur. Pra, nëse i besojmë Allahut, i nënshtrohemi atij dhe i mbështetemi vetëm atij, ndihma e tij padyshim se do të jetë me neve. Kjo pra është mësimi kryesor që mund ta na jep kjo ngjarje e madhe, kjo ndodhi e madhe. Hoxhë nderuar, ku qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas çlirimit të Mekkës? A qëndroi në Mekë apo u kthye në Medinatul Munawwara? Këtë dert, si dert të llogarismi, e kishin edhe banorët e Medinës, pra ensarët, të cilët e pritën pejgamberin alayhis salam kur atë u përzu nga Mekka e bekuar, nga mushrikët e Mekkës. Kur e pan që pejgamberi alayhis salam hyri në Mekke dhe filloi që të shpërndahen plaçk të luftës, ensarëve nuk ju dha asgjë. Atëherë ata menduan se pejgamberi nuk do të kthehet me ata në Medinë dhe do të qëndrojnë në Mekke pasi që fisi i tij e pranoi Islamin. Atëherë menduan që pejgamberi nuk do të kthehet me ta, mirë po pejgamberi i Zotit i thiri ata dhe ju tha: "O shokët e mi, ju jeni ata që më pritet kur të tjerët më përzun, ju jeni ata që u kujdeset për mua kur të tjerët më torturuan. Padyshim që vendi im do të jetë atje ku ju do të jetoni." Pra, përgjigjen e kësaj pyetje mundemi lirisht ta marrim nga haxhilerët që shkojnë e vizitojnë Medinën e bekuar, që do të thotë pejgamberi alayhis salam nuk qëndroi në Mekë, mirë po ishte dhe është ende në Medinën e ndritur në rrugën toksor. Pse ndodhi pikërisht në Ramazan kjo ngjarje, kjo ndodhi, çlirimi i Mekës? Ndodhi pikërisht në Ramazan duke marrë parasysh se mëshira e Zotit, falja e Zotit, ndihma e Zotit, shpërblimet që Zoti na jep në këtë muaj të bekuar dallojnë nga muaj tjerë. Dhe pikërisht këtë kemi si argument ne si musliman, se Zoti pejgamberin e tij
ja mundsoj ta çliron shtëpinë e tij të parë në rrezullin toksor pikërisht në këtë muaj të shenjtë. Andaj edhe ky muaj është muaj ku Zoti shpërblen shumë. Është muaj ku Zoti fal shumë, mëshiron shumë, duke marrë parasysh se 10 që i parë, se thot hadithi pejgamberit, 10 që i parë i këtij muaji të bekuar është mëshirë, 10 që i dytë është falje, 10 që i fundit është lirim nga zjarmi i xhehenemit. Edhe shpërblimi i Zotit për pejgamberin dhe shokët e tij në atë kohë ishte pikërisht një shpërblim madhështor, pra çlirimi i Mekës pikërisht në këtë muaj. Andaj çka do që sakrifikojmë, çka do që do të flijojmë, çka do që do të japim, do të dhurojmë për Allahun xhaleshanuhu, padyshim ajo është për ne dhe nuk është për Allahun dhul xhelal. Matematika është kjo. Çka e për Allahun, ajo është e jotja. Andaj duhet që ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar që aq sa kena mundësi të japim nga vetja jon, të sakrifikojmë, të flijojmë prej vetes tonë diçka, sepse atë që do ta flijojmë, që do ta japim në rrugën e Zotit, atë do ta gjejmë inshallah në botën tjetër me lejen e Zotit. O gjendëror, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Lusë Allahun xhaleshanu krejt në fund që të na bëj prej atyre robëve që ai do të jetë i kënaqur fillimisht, më pas pejgamberi i tij, robi i tij më i dashur Muhamedi alayhis salam. Këtë do ta kisha përmbyllur me një ngjarje që ndodhi në kohën e Hazreti Omerit, duke qenë ai si emiri besimtarëve, kur një beduin në kohën e Omerit shkoi që ta vizitonte pejgamberin e Zotit pas që ai kishte ndruar jetë, dhe ju afrua varrit të pejgamberit, i ngriti duart drejt Zotit dhe bëri këtë lutje, ndërsa Hazreti Omeri ishte pas tij, duke ja dëgjuar lutjen. Sepse në fillim Hazreti Omeri mendoi ky është një beduin që jeton në shkretëtir dhe çfarë mund të lutet, po thjesht ta dëgjojmë, ta shohim çfarë do të lutet. Ai i ngriti duart dhe bëri këtë lutje: O Zoti i gjithësisë, nëse robin tënd të kishte fjalën për vetveten, e mëshiron, e fal, i dashuri jot e bëri gishin drejt pejgamberit të Zotit, do të gëzohet, i mallkuari i shejtanit do të pikëllohet. Nëse robin tënd mëkatar e dënon, robi jot shkatërrohet, i dashuri jot pejgamberi pra do të pikëllohet, i mallkuari do të gëzohet. Andaj më fal që të gëzohet i dashuri jot, pikëllohet i mallkuari yt dhe të shpëtojë robi jot. Hazreti Omeri kur dëgjoi këtë lutje nga ky bedevi, dhe ai më të shpejt bërtitje amin amin, o Zot edhe mua më fal, më mëshiro. Pra në fund lutemi Allahun xhaleshanu që të na mëshiron në këtë muaj të shenjtë, që të na i fal gjitha mëkatet që i kemi kryer me vetdije dhe pa vetdije, të na i pranon gjitha ibadetet dhe lutjet që drejtojmë Allahun xhaleshanu për hir të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Zoti ju shpërbleft inshallah. O gjendëror, Allahu ju shpërbleft inshallah për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Bekir Alievskin. Deri në emisionin e radhës, min beqit dhe Allahu pranoft gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.